që kemi qenë komisioner dhe udhëheqës të partive edhe të koalicionit të Partisë Demokratike, po edhe të koalicionit kemi bojkotuar për shkak se prokurori i rastit i cili ka ardhur ka tentuar në mënyrë ad hoc dhe të një anshme të na bëj presion që të vazhdoj procesi i rinumërimit. Mirë, për ne si Partia Demokratike e Kosovës së bashku me koalicionin kemi refuzuar të vazhdoj rinumërimi, me që rast e kemi bojkotuar numërimin dhe punën pasaj që kanë organet gjejse dhe edhe zyrtarisht e kanë ndërprer numërimin. Pra kjo është në pika të shkurta ajo çfarë ka ndodhur dje në Mitrovic deri në ora 19. Domethënë prej orës 10 që ka filluar numërimi deri në ora 19 të mbrëmjes. Sa është numri këtyre flet votimeve që keni hasur ju në? Prej orës 10 deri në ora 19 të mbrëmjes janë hapur 35 kuti apo 35 vendvotime, prej tyre 10 vendvotime ka fletvotime të cilat kanë lëvizur nga klasa në klasë dhe nga shkolla në shkollë. Pra mund të jetë 1 ose 2 ose 3 për zëmë hipotetikisht gabime që mund të jenë në fletvotime të shtypura ose në shtëp, mirë po janë 10 vendvotime, 10 kuti të cilat janë hapur dhe në të gjitha ka shpërputhje dhe ka dallime në mes të numrave serik dhe në mes të numrave të vendvotimeve. Pasi që kompania e cila i ka bërë këto fletvotime tha që procesi zgjedhor ka shkuar gjithçka në rregull, çka ajo thotë tja, ka dyshime tjera? Ne asnjëherë nuk kemi dyshuar dhe nuk kemi ngritur dyshime në procesin e numërimit, për shkak se të gjithë ata që janë edhe të partisë së vetëvendosjes i kemi shok dhe kolik dhe nuk kemi asgjë të keqe me ta. Procesi si proces i numërimit ka shkuar çdo gjë në rregull. Mirë po, ajo çfarë është gjetur brenda kutive të votimeve ngre dyshime shqetësuese se është devijuar vullneti qytetar në qytetin e Mitrovicës. Sipas Komisionit Qendror Zgjedhor, numri i përgjithshëm i fletvotimeve është evidentuar sakt dhe për secilin vendvotim, fletvotimet e shtypura kanë numra serik, të cilat përputhen plotësisht me numrin e fletvotimeve të pranuara dhe verifikuara deri më tani. Shikojmë tani. Praktika ajo çfarë ne kemi gjetur këtu është e kundërta nga ajo çfarë thotë KQZ-ja. Pra ne kemi gjetur për shembull në shkollën Abdullah Shabani që e ka numrin 1102, për shembull në klasën numër 11 ka fletvotime që janë të klasës së 10, pra është 110210. Të tilla ka raste plot në Mexhen, në Abdullah Shaban, në universitet dhe në shkollën e Zhabarit që kanë lëvizur prej një shkolle në shkollë, po ka lëvizur edhe prej klasës në klasë. Është e kundërta ajo që ne kemi gjetur dhe është e faktuar brenda, ne mund të hyjmë dhe të shohim, janë të faktuara, janë të procesuara. Të gjitha ato çfarë kemi gjetur dhe janë të dokumentuara edhe përmes fotografive. Pse KQZ-ja me këtë reagim? Nuk e di, është deklaratë e tyre dhe pastaj prokuroria është duke u marrur seriozisht me këtë punë, po presim na që organet kompetente ta kryejnë punën e tyre ashtu siç u takon dhe siç ka hije. E përmendët që keni pas presion prej një ditë prej prokurorëve të rastit që ka qenë mbrëm, pas gjetjeve që i kemi pasur në kuti, fletvotime që kanë lëvizur nga klasa në klasë dhe nga shkolla në shkollë, e kemi lajmëruar policinë e Kosovës. Policia e Kosovës ka ardhur në vend ngjarje, kemi dhënë të gjithë kemi dhënë intervista për policinë. Policia e ka lajmëruar hetuesin, pastaj hetuesia e ka thirrë prokurorin e rastit. Prokurori në momentin që ka ardhur ka thënë që asgjë nuk është e jashtëzakonshme dhe se procesi mund të vazhdojë normal duke na bërë presion, duke qenë presion i anshëm dhe ad hoc në mënyrë që ne të vazhdojmë. Mirë, por ne kemi refuzuar të vazhdojmë për shkak se ne nuk do ta shkelim ligjin në asnjë mënyrë. Shteti i Kosovës i ka ligjet e veta, e ka kushtetutën e saj, ne si qytetar kemi luftuar që të kemi ligje, të kemi një shtet demokratik dhe sovran dhe kështu në asnjë mënyrë nuk e cënojmë as integritetin e asnjë komisioneri ton dhe asnjë punëtori ton i cili po jap kontribut të devotshëm që ky proces të shkojë në vend. Pra kemi pasur presion nga prokurori, fillimisht, pastaj prokurori është zëvendësuar me kryeprokurorin e shtetit që e ka marrë përsipër rastin, pastaj edhe ka vazhduar procesi duke u ndërprer.